Në studio kemi të ftuar Kushtrim Aslani, me cilin do të bisedojmë rreth edicionit të dytë të Valley Film. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Nora. A ke Valley Film? Valley Film Festival. Valley Film Festival, edhe një herë pra. Se diçka më do që thash. Valley. Valley. Po. Valley. Valley e ka kuptimin e luginës. Valley, okay. Jo, Valley është me shtu tofin. Okay, hajde. S'ka lidhje, po Valley. Okay. Ma mirë me thonë ç'është duhet, po. Mirë. Dëgju, hajde, mos tani heq. Dëgju së dashur, sot në studio kemi të ftuar Kushtrim Aslanin, me cilin do të bisedojmë rreth Valley Film Festival. Mirë se erdhe, Kushtrim. Mirë se u gjeta, Nora. Na tregova për edicionin e dytë të Valley Film Festival. Si po shkojnë përgatitjet? Mirë, më stresuese se edicionin e parë. Për që di se ku menu që këtë vetë vetëm kena bo një përvojë dhe kena me pas ma komod, po ka ndodhë e kundërta. Ndoshta të e ditë që përgjithësit që ka na presin, në kanë bo më konë pak ma të shqetsum, po e na thuj se në përfundim, 90% në punës thuj se është kry, ka mbet vetëm edhe pak ditë para fillimit festivalit, tash e na ma komod. Këto ditë kena arë në veti, të kitë asaj punës që kena bo. Na trego për risit që do t'i ketë ky edicion, nëse bëjmë një krahasje me edicionin e parë. Këtë vetë për dallim për vitit kalum, kena shtu edhe workshopat që vitin e kalum fatkeqësisht s'kena mujt me mërimi mi organizu. Kjo është ndoshta dallimi prej edicionit parë në edicionin e dytë, për ndryshe kena 3 filma gjatë, janë disa filma të shkurt, prap janë disa dokumentar. Workshopet mendoj që po pres me fillu me i pa, për shkak se mendoj që është shumë e rëndësishme për rinin e luginës përshëjves. Na trego pak për workshopet, kush do të jetë pjesëmarrës, cilët do të jenë ata të cilët do të marrin pjesë, a i keni gjetur edhe vullnetarët të cilët po ju ndihmojnë rreth këtij edicioni? Po filloj kështu në kronologjinë e workshopave. Këtë vetë kena para pak me i njoft procesin e punës të realizimit të filmit. Do të thotë kjo ka qenë si ide se ku mu bazu në workshopa. Të e ditë procesin e punës realizimit të filmit, na kena pa të arsyeshme me folë për skenarin si një workshop i veçantë, për filmin edhe punën me aktorin si një workshop i dytë, edhe për rëndësinë e montazhit edhe punën e post-produksionit si rëndësi e veçantë. Në workshopin e parë, e kena angazhu Diturin e Ziraj, që për mendimin tem është një për dramaturgë më të mirë që kena. Edhe besoj ka përvojën e mjaftueshme për me folë me nxënësat të shkollave të mesme dhe me u shpjegua atyve se çka është skenari, çka është drama, si ndërtohet prej rrugës, prej idejës deri tek filmi. Kjo është pak a shumë ajo çka jena fokusu këtë vit. Në workshopin e dytë është i angazhuar Kastriot Abdyli, regjisori i njohur kosovar. Qëllimi ka qenë puna, përvoja e tij me na shpjegu dhe me pa në praktik punën me aktorin. Shumë e rëndësishme për nxënësat e tonë, se nuk është që kam pas ndonjëherë ndonjë përvojë ose mundësi për me pa punën me aktorin, se në shumicën e rasteve na shohim vetëm filmin, po kur nuk e dim se si realizohet ose si vjen deri te ndërtimi i atij raportit mes personazheve, i asaj punës, i atij karakterit, ndërtimit të atij karakterit. Kështu që është një mundësi shumë e mirë për me pa ato në praktik, ose për ata që dojnë me provu. Na kena me përgatit një hapësirë 2 orë, 3 orë brenda ditës, që ata edhe me pa veten në kamerë, po edhe me ngu ato indikacionet cilët na japin, edhe me pa se si bëhet puna, procesi i punës deri te ndërtimi i karakterit. Normal, kjo është një editor, unë nuk pres në farë mrekullie, po qëllimi është që ata me pa procesin e punës. Po. Kushtrim për të realizuar një edicion të tillë, sigurisht duhet shumë mund, shumë punë. Na trego me cila sfida jeni ballafaquar rreth organizimit të edicionit të dytë? Për mos më shkput prej workshopave, mos t'i jes borxh edhe Kastriot Saçipit,
Po. që është workshopi i tretë që kena me fol për postproduksionin edhe rëndësinë e montazhit. Më falni se harrova. Këto 3 workshope na i shohim si para prodhimi edhe postprodhimi i filmit, në të anësi nxënësat që kanë me qenë në workshope kanë me pa këtë proces, që i falenderoj edhe profesorët edhe regjisorët që kanë pranuar marrë dhe më kon pjesë e festivalit tonë. Vështirësitë kanë festivali po organizohet në Bujanoc. Vetë faktit që ti si shqiptar, edhe pse nuk po du me politizu, po organizon diçka atje, kanë me fillu kjo me fillu me i pa disa probleme ma thelpsore, ekzistenciale. Për shembull, një prej problemeve që këtë vit e kena hasë edhe nuk u kon problem i vogël, po kon problem shumë i madh për festivalin, është kon anulimi ose refuzimi i fondeve të Kosovës të para për luginën e Preshevës, të refuzuara nga qeveria në Serbi, nga Ministria për Pakica ose kështu diçka. Për ata që nuk e din, në luginën e Preshevës ne funksionojmë në një hierarki shumë të kontrollume. Pakica shqiptare funksionon në kuadër të Këshillit Kombëtar Shqiptar, i cili monitorohet nga qeveria e Serbisë, edhe kështu që momentin që kiti ndonjë projekt ose ndonjë gjatë të tillë, ata kanë më drejtu ministrisë, ministria krijon probleme, kështu që fondi ndam, i cili është para pa për luginën e Preshevës, që ka qenë 1.700.000 ose 800.000, është refuzuar, është ju ka kthy Kosovës edhe nuk ju është dhënë asnjë projekt i cili është ndarë për luginën e Preshevës. Kjo nuk ka kriju problem vetëm tek na si festival. Ka kriju dikon kanë qenë mbi 150 organizata përfituese të projekteve. Edhe shumë projekte tjera që janë para pa në vazhdimsi. Kjo ndoshta ka qenë pi probleme më të mëdha këtë vit në realizimin e këtij edicioni, për shkak se krijoi një vakum shumë të madh financiar dhe thuajse me nxit që arritëm të kompletohemi. Kur të në te problemet financiare, unë i falenderoj shumë diasporën që shoqatat që i kemi atje të luginës Preshevës që na kanë mbështetur në momentin më kritik të festivalit. Falenderoj shumë se mos të ishin ata na ndoshta nuk do të arrishim të realizojmë këtë edicion në këtë formë. Po, megjithatë, pavarësisht gjitha këtyre problemeve, keni vazhduar tutje. Na nuk e kena asnjë rregull të shkruar, na gjithçysh kena me bëni festival me mjetë ose pa mjetë, mirë po kur po është pa mjetë, nuk mundesh me realizu një festival të mirëfillt. Do të thotë niveli i festivalit kur është pa mjetë, dihet që nuk edhe vizualisht nuk është bukur, edhe mysafirët nuk mundesh me i ftu, edhe këtë këto janë pengesat që ti ngec gjatë realizimit. Na mujmë një edicion ndoshta ma realizu me meq që i kemi, mirë po ti nuk mundesh të njetën me obligu meq të shokët kolegët për marrë me të nimu me realizu një festival vazhdimisht të pas probleme financiare. Kështu që unë menoj që se edicioni dytë ka qenë njëna prej sfidave më të mëdha për me majt nivelin e festivalit për edicionit parë, gjatë që ja kena dalë, dhe mendoj që tash e tutje ke festival vetëm ka me pas më të lehtë rritjen e tij. Kur po flasim për miqt edhe shokët, unë i falenderoj shumë miqt edhe shokë kolegët e mi që edicionin e parë thuajse nuk e kam pagu asnjë kanal. Krejt më kanë ndihmuar dhe kena realizuar një edicion shumë të mirë. Këtë vit po pres paktën në mënyrë simbolike me nderu që nuk po harrojnë atë vend dhe që po vazhdojmë me ndihmu dhe me kontribu për artin dhe kulturën. Po, nga pse është i rëndësishëm një festival i tillë për vendin ton dhe sa ka interesim nëse e keni parë edhe në edicionin e parë? Po flas gjithmonë tu bazu në lokacionin e festivalit. Qëllimi jam ka qenë me zhvendos lokacionin edhe me qunë në Bojanoc. Në njëkohësisht po flas për këtë luginën e Preshevës, po në bazë ina në Bojanoc. Arsyeja pse është që nuk ka ndonjë aktivitet të i tillë, s'ka ekzistuar kurrë një festival i filmit ose tillë. Në Presheva, për dallim prej Bujanocit,
E ka festivalin e komedisë shqiptare, nga që e ngjall qytetin, janë shumë aktiv, ka dhe disa festivale tjera. Na si qyteti Bujanocit tuj se s'kishëm asnjë festival kështu në niveleve ma profesionale, po flas. Edhe e shifshim shumë të nevojshme që diçka me pas edhe Bujanoci, edhe gradualisht me fillu mu rrit edhe me vedisu njerëz se çka është festivali. Kena shumë pak aktivitete ta. Dhe këto pak aktivitete kanë shumë probleme me mbet gjallë për një kohë gjatë. Këto duhet ta kemi parasysh. Vazhdimisht e kom mendu, kur se kom marrë guximin me bo, për shkak shumë problemeve që i kemi atje, po vitin e kalum, ndoshta ka qenë ai treni i fundit për më realizu diçka të madhe edhe me met qytetit. Kemi realizu, faleminderit edhe bashkëpunëtorëve tjerë si Shtëpia e Kulturës, Komuna e Bujanocit, cilët me këtë vështirësitë e tyne janë mundu prap me na u gjetë në krah. Falenderoj edhe ambasadën e Shqipërisë shqiptare në Beograd. Edhe ato e kanë dhënë kontributin e tyre moral në vitin e kaluar. Këtë vit po presim të na vinë të na vizitojnë prapë në festival. Për neve si pakicë shqiptare në Serbi është shumë e rëndësishme me i pas ambasadën shqiptare në këtë rast aty. Rëndësia është kjo çka veç e thash më herët që ne po dojmë me kriju shumë workshope, edhe po dojmë me i mësu gjeneratat me gjana që nuk vinte na, me gjana që ndoshta kanë shumë vështirë qasjen, sidomos te filmi, sepse nuk është se na kena shumë prioritet filmin ose mi çu nxënësat e shkollave tona në drejtimet artit. Në një vend i vogël edhe kryesisht i orientojmë në për drejtime të cilët mund të thojmë ja sigurojmë mbijetesën. Po unë mendoj që ka shumë njerëz, ka shumë nxënësa të talentuar që ndoshta është më mirë me ndjek ëndrrën e vet, të jenë artista, me mos t'i shuhet ajo ëndër për shkak të vështirësive ekzistenciale që i kemi. Me të vërtet një festival shumë i qelluar për gjithë ardhashësit, sidomos në vendin edhe ku po mbahet në Bujanoc. Na tregon në vitet e ardhshme çfarë keni menduar të jetë ndryshe apo më mirë se sa në këto 2 edicione? Tash po livdona pak, se unë mendoj që këto edicione janë ato që duhet më kone në vazhdim. Po gradualisht mendoj që duhet mu fokusu në këtë zhvillimin e workshopeve. Mendoj kjo është ndoshta kryesorja e festivalit, sepse ofron një qasje ndryshe, ofron një mundësi ndryshe të shkollimit ose mi pa gjanat që të mëson në fakultet, para se ti më ardhë në nivel universitar. Kjo ndoshta është ajo fokusi i krejt festivalit, sa më shumë me përfitu në nxënësat e shkollave që i kemi fillore dhe të mesme. Festivali e ka atë kursin e vet, e ka atë drejtimin e vet, është festival, i mëson njerëz edhe me pa film, i mëson edhe me gjyku filmin, po thelbi kryesor është me i mësu se si ndërtohet filmi. Me i mësu me njek ëndrrën, me njek qatë se ka shumë njerëz që kanë shumë ideja të mira, por nuk dinë me i plasu, nuk dinë me i shkru, nuk dinë me i qit në letër. Edhe si e tillë mbesin vetëm si ide. Këtë vit filloj me workshop pikrisht me skenarin, që me i mësu nxënësat ndoshta me pa qatë ide për një perspektive ndryshe edhe me fillu me shkru. Me fillu me shkru edhe me pas qasje se çish me i shkru. Me nxjerr më të mirën prej tyne. Gjatë viteve më herët, kur nuk e kishim festivalin, ne punojshim me kohë pas kohë me forum teatër në Bujanoc, edhe kishim shumë talenta. Po të mundësim për me i zhvillu si talent nuk e kishe. Kështu që na bëjshim një workshop 2 javor, 3 javor, një muj dit, mirë pati përfundojke. Dhe ti nuk kishe ndoshta atë fuqinë e mjaftueshme që me i bind ato nxënësa, që me shku,
me ndjek aktrimin, ose regjin, ose në anë artistike, edhe gradualisht e shifshe që po shkojnë për drejtime në ato që atash ku e shohin më lehtë për me gjetë një vend pune, po nuk mundesh me ndryshu këtë fat, është pak e vështirë, duhet shumë kohë, shumë punë. Po mendoj që në mas një kohë ti e ke shumë atë lehtë me i thonë një nxënësit ndjeket që ta ndërshko në regji film, ose në regji teatri, ose në dramaturgji, për shkak se ki si talent, se ti krijon kuadro. Momentalisht na nuk kena kuadro. Kjo është njëna për probleme që kena si qytet. Edhe unë që mendoj që duhet gradualisht me punu për me kriju kuadrët, për me pas një teatr, një punë, një produksion filmik ose tillë. Ju gjatë 3 ditëve organizoni workshope. Sa zbulohen talent të rinj gjatë kësaj periudhe? Po uroj që ata me vrejt vetë tek vetja vetë. E shohin, te e shef gjatë procesit punës që ata o kënaqen o nuk kënaqen. O e gjejnë vetën në atë workshop o vinë po në workshopet nuk kanë me qenë bezdishme, kanë me qenë shkurta, kanë me qenë më shumë informative, kanë me qenë bashkëpunuese me ato nxënësa, dhe këtu që në të paktën është mja dhon aty në një shkëndi për me pa veten a jam për këtë profesion apo jo. Po kjo ka me qenë vazhdimsi edhe edicioneve tjera, uroj, edhe me shtu më shumë workshope, me pas koma ma tepër, për shembull, me pas workshope një javore, 2 javore, një muj. Edhe këtë nxënës me përfitu sa më shumë informat, me marrë sa më shumë informat gjatë festivalit. Dhe për fond na trego për pritshmëritë e këtij festivali. Vitin e kalum i kom thy pritshmëritë, se kom menu që është edicioni i parë, nuk ka me pas shumë njerëz. Nikosisht ka qenë edhe një organizim që atë kohë në Preshev për Nën Terezën, mirë po ka pas mjaftueshëm publik për shkak se ishin 3 filma gjata dhe 15 filma të shkurtë dhe 2 dokumentar, po në vazhdimsi kena pas shumë publik. Një për problemeve që na ka penalizu vitin e kalum në orë ka qenë që Shtëpia Kulturës, Pallati Kulturës, Shtëpia Kulturës ka qenë shumë e nxehtë brenda. Edhe nuk është që po në kjo sistemi ventilimit është shumë i vjetër. Kjo ndoshta ka qenë pi pengesave, se njerëz nuk mëshin e me nejtë në brenda, ishte shumë vap. Këtë vit kena provu pak me bo një solucion, një zgjidhje mirë, po të shohim tash me njerëz sa kena mujt me ja dal. Po një uroj më të mirën, ju uroj shumë suksese edhe edicionet tjera të ardhshme. Të falenderoj shumë se gjetë kohë të jesh pjesë e magazinës së mëngjesit sot. Faleminderit shumë Nora për kohën edhe faleminderit gjithë dëgjuesve.